Po viti 2025 ka qenë një vit me të vërtetë i vështirë dhe me sfida për gazetarët e Kosovës, në atë që mund ta shohim një vit normal në kuptimin që ka pasur tensione siç ishte në vitin 2023 dhe në atë që do duhet të ishte një vit normal, ka qenë më spaku normal, kryesisht për shkak të zgjedhjeve, fillimisht në shkurt e pastaj edhe zgjedhjeve lokale dhe zgjedhjeve të vjetorit tash në fund të këtij viti. Gazetarët kanë qenë vazhdimisht caki sulmeve të formave dhe llojeve të ndryshme që kanë ardhur kryesisht fatkeqësisht nga krerët e institucioneve të Kosovës, duke nisur nga vetë presidenti Osmani, kryeministri Kurti, deputet të lëvizjes vetëvendose, aty këtu edhe ndonjë deputet të partive të tjera ish opozitarë që kanë sulmuar gazetarët për shkak të punës së tyre që bëjnë. Dhe kjo është e dënueshme për keqardhje. Ne deri në dhjetor kemi shënuar mbi 60 raste të sulmeve të ndryshme ndaj gazetarëve, dhe kjo tregon që klima të bërë gazetari në Kosovë vazhdon të mbetet e vështirësuar. Fatmirësisht këto sulme nuk i kanë demotivuar shumicën e gazetarëve për ta bërë punën e tyre edhe gjatë këtij viti. Puna e tyre ka qenë jetike për zbuluar skandale të shumta, afera korruptive të qeverisë Kurti, të institucioneve të tjera të pavarura, të fushave të ndryshme në Kosovë, dhe kjo është çka ne çmojmë pra këtë reziliencë të gazetarëve dhe të punonjësve të tjerë të medias. Është viti kur gjykata kushtetuese e ka rrëzuar ligjin për KPM-n që isha antikushtetuese, kishin paralajmëruar qeverinë që të mos e votonte, dhe ne jemi të lumtur që në këtë vit në fakt ka rrëzim të një ligji të tillë. Ka qenë viti në cilin Radio Televizioni i Kosovës është përballur me shumë probleme, 2 herë protesta dhe greva për shkak të mosgatishmërisë së qeverisë Kurti për t'ia ndarë buxhetin, dhe natyrisht kjo si pasojë e mos konstituimit të kuvendit të Kosovës. Ne vazhdojmë të shprehim keqardhje që Radio Televizioni i Kosovës në masë të madhe është i kontrolluar nga partia politike në pushtet, vetvendosje, narrativa e transmetuesit publik është në masën më të madhe shërben si propaganda të përlant i qeverisë Kurti, dhe kjo është absolutisht për keqardhje. Televizioni publik duhet të liej i qetë, i vetëm, i pavarur në politikat editoriale, dhe shpresojmë që viti i ardhshëm do ta bëj me ligj të ri që do t'ia rregullonte edhe pronën transmetuesit publik. Ka pasur raste të kërcënimeve me jetë ndaj gazetarëve, disa raste kanë shkuar në gjykat, kemi pasur 2 raste që janë dënuar njerëzit për incidentet në veri. Një vit edhe një herë posaçërisht i vështirë, por kemi mbyllur duke dhënë edhe çmimet vjetore që kanë treguar në fakt se sa rëndësishme është puna e gazetarëve. Po siguria e gazetarëve është vënë në rrezik nga sulmet online që vijnë nga institucionet. Kujtoj që në shkurt ka pasur edhe sulme fizike ndaj gazetarëve të Klan Kosova dhe nacionale në fushatën zgjedhore të përkrahësve të partisë politike vetëvendosje edhe në ditën e zgjedhjeve. Pra, retorika nxitse, gjuha e urrëties që vjen ndaj gazetarëve online shumë shpesh bartet në rrugë, fizikisht aty ku gazetarët shkojnë për ta bërë punën e tyre, dhe për neve kjo është alarmuese. Prandaj thirrja jonë e gjithhershme është për të gjithë krerët e institucioneve, për gjithë pjesëmarrësit e jetës publike, që të mos bëjnë fushata denigruese kundër gazetarëve, që nëse kanë vërejtje për punën e tyre, ti drejtohen KPM-s që fatkeqësisht në shesh funksionit, por mund të dërgojnë ankesat edhe KMSHK-s, pra si organ vetë rregullues i pavarur që mund t'i dërgojnë atje ankesat e tyre.